الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدريمة تدعوين الله عز وجل صلوات بيغاميت عليه الصلاة والسلام jemi në ligjëratën e fundit të namazit të natës gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Mbetemi me shpresë që Allahu të na ketë pranuar, të na ketë falur mëkatet. Dhe kjo ligjërat do të jetë pak më gjatë se ligjëratat e zakonshme për shkak se po kam qef me i cek edhe meselet të cilat kanë bëjnë me këtë çështje, qoftë edhe vetëm cekje formale apo tërë thurazi, me të vetëm qëllim që me dëshmu edhe me tregu se një mend pa dyshim se Kur'ani famlart, lë gjumë të pashlyeshme, gjurmë të cilat nuk shlyhen dhe gjurmë të cilat do dëshmojnë për atë që e ka bo hizmetin këtij libri, të dëshmojnë për të nesër për Allahut Azza wa Jall. Çështja radhës është momentin kur njeriu lexon Kur'an edhe e ka zemrën prezent kur lexon Kur'an, ki Kur'an ka ndikim në zemër nëse ajo zemër është si duhet. Por ndryshe, nëse nuk ka si duhet, nuk ka ndikimin e duhur. Kur'ani ka tregu që din me qenë ndikues edhe te kafshët, edhe te kodrat. Do ta shohim në vijim. Mirë, po ka njëherë ndodhë që njeriu një plomb tokë mi tokë, një plomb mi tokë, me një zemër të vogël, cop mishi din me u bo ma fort se guri dhe kodra dhe mos me u ndiku nga fjalët e Allahut Azza wa Jall. Pra, në atë vend ku lexohet Kur'ani, ku studiohet Kur'ani, në atë vend zbreqësia e Allahut Azza wa Jall. Hadithin e vjen tregon për këtë realitet të pashmangshëm. Hadithin e ka regjistruar Buhariu dhe Muslimi në sahih të tyre nga Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, i cili thotë: Kana rajulun yaqra'u surat al-Kahf. Ka qenë një njeri që në një mezhlis ishte duke lexuar surën Kahf. Wa indahu farasun marbutun bi shaytanaini. E ka pasur një kalin nga të veti që e ka pas të lidhur me dy litare. Fataghashathu sahaba faja'alat tadnu. Thot e ardhën një re, apo dy re, apo dy hije. Edhe thot, ato hije vetë se shkonin duke u afru. Ki lexo Kur'an, ato afruheshin te ke, mbi kokën e tij, edhe mbi tubimin ku qëndron te ky njeri duke lexuar surën Kahf. Thot, waja'ala farasuhu yanfirru minha. Kurse kali, Allah ju nderoft, kur i pa këto dy re, këto dy hyje mbi kokën e tyre, filloi kali të tërhiqet, filloi kali të largohet. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. Thot ky sahabi kur u çupi xhumit, shkoi tek pejgamberi alayhis salam dhe ja rrafoi ngjarjen që ka ndodhur. I tha pejgamberi se kjo është qetësia e cila zbret kur njeriu lexon librin e Allahut Azza wa Jall. Mësimi i parë është ndikimi i Kur'anit te kali si kafsh, Allah ju nderoft. Dhe ndikimi i leximit të Kur'anit me zbritjen e melekëve, të cilët kanë buhije dhe kanë zbrit formë të rejes. Me pru qetësi dhe rahatllëk për personin që e lexon një mend librin e Allahut Azza wa Jall. Për atë arsye Allahu kur ka treguar për ndikimin e Kur'anit ka thënë në surën Hashr: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Sikur ta kishmi zbrit këtë Kur'an kodrave, sikur ta kishmi zbrit Kur'anin kodrave, la ra'aytahu khashi'a, i kishe pa kodrë të pëlurura, të nënshtruara ndaj Allahut Azza wa Jall, min khashyatillah, nga frika e Allahut. Andaj
kodra ndikohet për leximit të Kuranit. Allah i nderoj kafsha, kale, a keni pa në për rrjetet sociale apo ata të cilët dëshirojnë me thirrë për kurban, dele, dash, fillojnë me lexu Kur'an. Fillojnë me thonë Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, fillon dele mu qetësu. Kafsha të ukon kafsh. Qetësohen nga Kur'ani. Mirë po kanë njëri kur gjendoset Allahu na rujt, jo vesh me gjin, magji e kështu me radhë. Se na mësu vesh me kësisane, po gjendoset me haram. Çu gjendoset apo është me haram? Çeni shembull po ta jap. Shembull taze që thonë frest. Qal Allahu alladhina ya'kuluna ar-riba لا يقومون إلا كما يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فالله عز وجل ata të cilët e hajnë kamatën për ku një farë turpi nga Zoti, tute i thëmbon shejtani dhe i bon sukur më konë gjindost, bojnë gjeste pa lidhje. Pse o Zot ka ndodhur këtë dinim të ta? Pse la shejtani me gjindosto? Dhalike bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Se kur I ka thonë ajo më se kamata është haram. I shpall luftë Allahut, ai thotë kamata është ajo zotësi, ose sikur se tregtia, investon një projekt, investon një aksion dhe kaç është. Për një man, se tash ka zonë Zoti tyje, të lënë rahmetin e shejtanit. E kur loje Zoti rahmetin e shejtanit, çfarë po shejtani? Buash më pas se shejtani, si gjindost. Ta na knoqi ditën kur ankno. Pa alon haramin s'ka mosh nosh. Apo vjen në shembull tjetër, po, tash ta pa në shembull. Kush është ai që gjindoset pa magji, pa kuçu hiç? Fa Allahu azza jalla wa man ya'shu an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allahu narwit. Ai që largohet nga përmendja e Allahut, nga Kur'ani, nuqayyid lahu shaytan. Ja lojmë një haver nga vetë një shejtan, fa huwa lahu qarin. Edhe ai ka më konën haveri ati ka shkoje, shkon banjo me to, shkon me flet me to. Afreu bashkëshortës me to, ha buk me to, pe me to, ta në me to. La ilaha illallah. Mos ja drejtoj gjithmonë fajit me gjistarës. Mos ja drejtoj fajin kur puna, fajin vetën të toja. A kemë orë kamat? Valla nashta, ani, fajit I ka kamata. A përmen Zotin, valla jo, e ki shejtanin nga të veti, kur sa ka shu, vetë e ki pru. Për të asyje, muslimani duhet me pas kujdes që mos me I bo këtu gjinoa pastaj me met rahmetin e shejtanit. Andaj Kurani dhe leximi I tij bëhet sebeb me zbrit qetësia Allahut azza wa jalla dhe me zbrit melekët e Zotit xhella wala. Gjithashtu në këtë hadith vërejt edhe vërejt edhe vlera e surës Kehf, që është kandil ndriçues për atë që e lexon pi xumaz dhe në xumah. Edhe normalisht është sunet që me lexu pi natës xumah deri në perëndimin e diellit të ditës së nesërme të xumahs. Për me pas ndikim ki Kur'an, që shpëthos pejgamberi selam, duhet patjetër me plosu dy gjëra. E para është me qenë I pastër. Mi pastër çfarë aspekti? Me pas abdes. Edhe dyta është hudhurul qalb inda qira'atil Kur'an. Prezenca e zemrës gjatë leximit të Kur'anit. Si ki këto dy komponente, Kur'ani nuk e lun në rolin e vet, ndikimin e tij në aspektin e qetësisë edhe gjërave tjera. Gjithashtu madhështia e këtij libri dhe gjurmët e këtij libri janë të mëdha, sevapi I madh kur e lexon insani këtë Kur'an. Na dim rregullin Islam që Allah ka thënë Kur'an ka thonë men ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allahu kush e bën punë mirë, sevapin e ka 10 fish. Kush e bën të keqe, një me një. Fa hum la yuzlamun. Allah I kërkon asipon padrejsi. Thot pejgamberi alayhis salam në hadithin e Abdullah ibn Mas'udit, që ka regjistruar hadithin Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij dhe ka saktuar Sheikh Albani, thot se ka thënë pejgamberi sa men qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Ai I cili e lexon një shkronjë nga libri I Allahut e ka një sevap. El hasanatu bi ashri amthaliha. E sevapi shumë fishohet, pra e mira me 10 fish. La nqulu alif lam mim. Nuk po them që alif lam mim shpërblet 10 sevap, walakin por alifun harf, lamun harf, edhe mimun harf. Elifi është harf, shkronjë, lami është shkronjë, edhe mimi është shkronjë. Pra veç me thon alif lam mim I ke 3 sevape. Allahu akbar. Pa I cili e bën hat në Kur'an Ramazan sa sevape I ka. 10 deri në 700 fish, deri në pa kufi.
Allah e din sa është problem. Andaj janë çastet e çmora, kohrat e çmora që hatmi ja vlerësohet shumë, kohën e haxhit. Ditën e Arafatit më kujt me bëni hatme, natën e Kadrit më kujt me bëni hatme, me testu veten. Se ka tolerancë me lezu Kur'anin, thamë prom që në kohrat e bekume edhe në gjërat e vlerëshme. Diçka ka mikrofoni, ama a kalla jo, a qëra dy dinë mikrofon kallë nuk e di. Kështë rregulloj. Gjithashtu, Kur'ani, çupe shuke, çupe shuke dukush mikrofonin. Kur'ani le gjurmë, të cilat gjurmë janë të pashlyeshme, sidomos kur dikush lexon Kur'an edhe natën fal namaz natë me Kur'an. Të shtëpia u dash realisht. Dhe që në fundit të Ramazanit, nëse s'ke mujt më arë në xhami më fal me xhamat namazin e natës, me fal namaz edhe mi lexu spaku në 2 rekate 10 ajete. Për shembull surën Ikhlas 3 ajete, surën El Kauthar, ose surën Quraysh, ose surën Fil, që me mrit sevapin e atyre që nuk janë gafila ndaj librit të Zotit. Thot pejgamberi alayhis salam, duke tregu prej gjurmeve që i lën Kur'ani dhe prej madhështisë që duhet me respektu këtë libër është mos me kalu nata pa i fal 2 rekate me 10 ajete. Argument transmeton Abdullah ibn Amr ibn Asi, i cili thot, ka thonë pejgamberi alayhis salam, men qama bi 10 ayatin lam yuktab min al-ghafilin. Ai cili falet edhe i lexon 10 ajete, nuk shkruhet Allahi si gafil ndaj Kur'anit, si i pakujdesshëm, neglizhent. Dhe këto janë në namazet nafile, pas namazit që deri kohën e sabahut. Ku të mush me rrugë 1/3 natës, 1/2 ora mirë, mos mush shkut, mush mi fal. Mos me zonë gjumi asnjë natë pa i fal 2 rekate, pa i lexuar spaku 10 ajete, që ku të bish me flet, Allahu i thot melekeve, shkruane filanin që nuk është gafil ndaj Kur'anit, 10 ajete të shkurtra, jo gjata. Lem yuktab min al-ghafilin. Nuk do shkruhet Allahu se është gafil ndaj librit të Allahut. Na kanë na ndodh jemi në emocione, na ka ndodhur në e mirë, si shumë më fal, s'di munor në sabah. Tana mu 3 muaj nuk falim namaz natën. Zbon kështu. Ma mirë fali ka 2 rekate me inna atajna me kul wallahu çdo natë, se sa një natë mi fal me Yasin edhe pastaj mu një vjet mos po fal namaz natë. Argument apo është pa argument. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ahabu al-amali inda Allahi adwamuha wa in qall. Veprat më të dashura te Allahu janë ato që janë të vazhdueshme, edhe nëse janë të pakta. Pastaj tha, "Wa man qama bi 100 ayatin kutiba min al-qanitin." Ai cili fal namaz natë, edhe i lexon 100 ajete, shkruhet sikurse me qenë njeri për ulur i bindur i devotshëm ndaj Zotit. Nuk po i di na 8 rekate, spedia mu me mëri 100 ajete, po më mundu që s'paku me majtë men historinë tonë që njëherë na fal ma gënhoqët dhe i ka lexuar 100 ajete, edhe na kanë shkujt me laçet, për shembull sonte, nata tek, bo kjo është nata e Kadrit, nata e fundit, mi fal 8 rekate me 100 ajete, me na shkujt me laçet në regjistrin që këta janë njerëz të bindur ndaj Zotit, edhe respektojnë librin e Zotit. E treta tha pejgamberi selam, "Wa man qama bi 1000 ayatin kutiba lahu min al-muqantirin." Kurse ai i cili, që na zora kena më kompetitve, ai i cili fal namaznate me 1000 ajete, se vapin ati njeri veç i lumi Allah din, ka shpërblime gjigante. A ka dukush historinë islame që ka kallzu gruaja që burrja i ka fal, që kaç pa ka? Kush është ai sahabi që e ka fal, e ka bëu hat me Kur'anin me 1 rekat? Pejgamberi sa më ka thënë Bekare, Ali Imran, Nisa, edhe Kara. Kush është sahabiu që gruaja vet ka thonë, ju më kon para burrit, më ka zonë gjumi, ju më quhe, ju më fale, ai hala. Othmani radiallahu anhu është i vetmi pi sahabive që mas jaziz Allahu akbar u kthy ka kibla, e ka nis El Fatiha, e ka përfunduar rekatën e parë me kul a'udhu bi nas. Kjo është ekstrem. Zora kena na. Ama çfarë ja ka bëu sahabu i nderuar radiallahu anhu. Hafizi Kur'anit, edhe ai i cili e mëson Kur'anin, i lumi ai për veti, nëse punon edhe des me Kur'an,
po ilumi aja nan, ilumi aja bab çka ka rrit edhe çka ka eduku. Dhe gjykimit Hafizi ka mu vesh me teshat veçanta. Ama dhe nana dhe baba kanë me pas kanë i tajj, kanë i kuror të altanit mbi kokat e tyre. Edhe kjo respekt se kanë qu gjallin me i tepin e xhamis edhe i kanë thonë e vladit vetë ki më bu Hafiz. Argument transmetoni me Tirmidhiu, hadithin që ka saktuar Kalbani nga Abu Huraira, Abdulrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Pse ka marrë emrin Abu Huraira? Për shkak se ka qenë maraklim me rujt maca. Të na njerëzit tutën për macave. Agorët mos është e gjinë maca, astaghfirullah, jo në fiksu njerëzit. Maca është kafshë për e qeqme. Njëra për i grave pejgamberit ka qenë e sikleqme. Ka për i grave që gërditën. Edhe tu la, ka arë maca ka pi ujë, e ka derdhë ujën. I ka kalzuaj që e ka thonë që kjo e derdhë ujën. I ka thonë pejgamberit sa, mos u brengosni për macave, në të pije ujë. Pse? Sa ajo është me një tawafin. Ajo është që sillet me juve, që të rri? Te poshtë e nalë. Ani që ka maca të edukuma, të i be njëri si vjen asoj mace. Maca se ka logjikën tonë, po ka që pastër ka ndë një mace që ka eduku zotnia i shpis, oho, sa burra ishtin gjepa e mace. E sa pastër është e mace. A dhe që të ka ndru sistemin, që njerëzit majnë, për maceve gëditën zotin arrujt. Kryesora Muzdal për temës, thot Abu Huraira, se pejgamberi ka thonë, yaj'u al-Qur'anu yawm al-qiyamah. Thot Kurani vjen ditën e gjykimit. Çish vjen, çfarë forme, Allah e din. Thot ja Rabb, o Allah, hallihi falyalbas tajul kirama. O Zot, qindese thot popullet e na, ndreq e mirë, vendos mbi to gjëra të çmuara. Allah e thot me lejkeve, ndonja një çmimin e nderit Nobel, kushtimisht po thom Nobel, se so përmen hadith. Sot njerëzit vujnë për çmim Nobel. A ditë një gjykimit Hafiz e merr blanko, e merr pajt. Ndonja një çmimin Nobel, një tash mbi krye si respekt për Hafizin që e ka bo. Pastaj thot, o Zot hala kom kërkesa, Kurani po thot fol, irdhi anhu ya Rabb. I knaqur me këtë rob o Zot. E kom lon pa xhum. Dhe se ka bo hafızlık, ka hek, u sprovu. Bonu i knaqur me to o Zot. Allahu thot fayardu an. Allahu knaqur me këtë rob. Fayuqalu lahu iqra warqi wa yuzdadu bi kulli aya hasana. Allahu thot lexo edhe ngritu lart. Edhe për çdo ajet që e lexon ka mu ngrit lart, do thot gradat e larta të gjykimit. Edhe vjen në hadith në rivajet tjetër, vjen që Allahu ka mjandu dhe ka një taq prindrëve babës edhe nanës. Edhe baba dhe nana thot, o Zot, prej kaj po na vjen neve ki respekt, se kemi meritu këtë respekt. Allahu thot, ki respekt ka ardhë, për shkak edukatës tuaj që ja keni dhonë e vladëve tuaj, dhe për shkak që vladët i keni bua hafazlar, i keni bua për atyre që e mësojnë Kur'anin, edhe u mësojnë të tjerëve. Është kënaqësi, është privilegj që Allahu na mëson me shiu këtë begati me pa e vladin, të të lezu Kur'anin. Për shembull Allah i djali i vogël 7 vjet asaj pa atë. Edhe lexoj komplet ajetin, që është nga ajetet më të gjata Kur'an. Cili është ajeti më i gjatë Kur'an? Cili është ajeti më i gjatë Kur'an? Kush e di? Ajeti i borxhit, kush tha? Ajeti i borxhit Ramazan, lumt. Me kallëzu që me borxh nuk ka ajgore. Calla faqe sunën al-Baqara është ajeti i borxhit. Ajeti i dytë është ajeti i uljes shikimit dhe trokitjes nder në përshpit huja. Mos me izin darsëm, trokit nder 3 herë. Ajeti i tretë është pastërtia e muslimanëve, innel muslimine wal muslimat, që lexoj atë ai gjali, Zoti e shpërblet. Gjithashtu prej çështjeve që i kanë cek dietarët, e ceka këto, ose pe cek edhe hadithin, është pak më i gjatë, po i bie shkurt. Thot innal Qur'ana yulqa sahibahu yawm al-qiyamah. Thot Kurani ka me taku zotniun e vet, kur të dalin njerëz pi varreve ditën e gjykimit. Edhe i thot Kurani, hel ta'rifuni, apo më njeh? Thot jo, s'po të njoh.
Thot, unë e jom ai që të kumlon në dunja pa gjumë. Unë e jom ai që me ti kinejt me mu non stop. Jom Kur'ani famlart. Edhe thot, ty Allahu Azza wa Jall të ka vendos me të nderu edhe me të bo për atyre që kam pas sukses në të gjitha tregtit. Dhe të smarat men që ka pas sukses më të madh se sa suksesi jot tregtia jote me Kur'anin famlar. Pastaj i bim prindrit, edhe që është i nderon në Allahu Azza wa Jall, edhe prindrit thonë o Zot pikaj kjo nder, Allahu i thot, kjo nder ka ardhur për shkak se i keni edukuar fëmia me librin e Zotit xhallahu ala. Na kanë metë edhe dy gjëra. E radhës është pejgamberi sa më tregon që puna me Kur'an është më e mirë se çdo punë tjetër në dunjë. Secili vend e ka një diçka të çmueshme. Pse mos traktarët i dinë vendet e veta ku të buan. Edhe në Medinë ka pas vendet posaçme ku janë të bu biznesmen, me bu llah për biznes. Transmeton Uqba ibn Amir, hadithin e Imam Muslimit, i cili thot: "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffa." Thot, dul pejgamberi sa më dha na ishmi në suffe. Shko suffe. Suffe ka qenë një çosh i xhamis, në xhamin e pejgamberit sallam, ku kanë nejt fukarat e sahabëve, s'kan pas shtëpi, s'kan pas ku me flet. Kanë nejt në çosh xhamis. Çati kanë flej, çati kanë hungur, çati u fal. Edhe pejgamberi sallam ka dashur mi stimulu fukarat. Edhe i ka thonë fukarave: "Ayyukum yuhibbu an yaghdu kull yawmin ila Budhan aw ila al-Aqiq, fayati minhu binaqatayn كوماموين في غير إثم ولا قطع رحم." Tha cili për juve po do me marë sevapin e atyre që i japin sadaka dy deve të majme, i gjejnë devët edhe i marin pa lodhe, pa kuqeq, edhe i japin sadaka. Cili për juve po do me arrit këto, çdo mëngjes me shku filan vetin, në konë 2 vende Medinë ku të bu biznesmenet, thot edhe më u kthit të shtëpia, mi marë pa një therë në komë, pa gjuna, edhe pa i shkput raporte farefesnore. Fekulna ja Rasulullah, nahnu nuhibbu dhalik. O pejgamberi Allahut, si cili e don këto, dhe na dojmë. Tha pejgamberi sallam: "Afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lamu aw yaqra'u ayatayn min kitabillah khayrun lahu min naqatayn." Thot, se cili për juve keni mundësi me arrit këtë punë, me arë në xhami mi mësu 2 ajete kuranore, ose mi lexu 2 ajete kuranore për hir të Allahut, e kanë vlerën më shumë se sa mi marr 2 deve të pajta, pa haram, pa kuqeq. Po nëse i lexon 3 ajete, 3 deve, nëse i lexon 4 ajete, 4 deve. I ka stimulu pejgamberi që me u lidh me librin e Allahut Azza wa Jall. Edhe kajmaki, unë e mendoj që ashtu Allah e di më mirë, kajmaki këtij ciklit të ligjëratave është te ky hadith që kumlon hadithin e fundit, që shia mbi torte, me tregu shembullin e muslimanit që lexon Kur'an, edhe shembullin e muslimanit që nuk lexon Kur'an, edhe shembullin e munafikut. Tash na kur ta dëgjojmë këtë hadith, se cilin mujtet me vendos veten, cilin do vend diç. Unë s'mund me vendos për ty edhe për ato. Ti e din ku e ki vendin. Nëse e ki vendin pozitiv, vend pozitiv, thuaj elhamdulillah. Nëse e ki vend negativ, Allah i thuaj fal edhe përmirësoj veten. Hadithin e transmeton Abu Musa al-Ash'ari, që ka lexuar Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre. Thot pejgamberi sallam: "Mathalu al-mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana mathalu al-uturja. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib." Thot pejgamberi alayhi salam: shembulli i besimtarit që lexon Kur'anin edhe punon me Kur'an, ose sikurse shembulli i një pemës që ka pas emrin uturje. Kjo pemi ka 2 të mira, edhe ka erë të mirë, po edhe ka fruti i saj shije të mirë. Kjo është ai musliman që lexon Kur'anin. Kur'ani le gjurmë në jetën e tij. Kjo pema mirë është, edhe ka erën e mirë, po edhe ka shijen e mirë, fruti i saj. Çështo është muslimani. Me nejt me to nuk shtin haram. Me nejt me to hin sevap. Po me dash me bashkëpunu me to, shtohet mirësia. Andaj pejgamberi ka përdorur kanë shembuj praktik. Jetën e përditshme mi kallzu njerëzve se çështu mësuan fe meselet e fesë. Dhe çështu sharua feja. Tash vetë secili veten tonde, secili na me vetën tonë.
A jemi sikur që ka pema u turgje? Do thotë që edhe ka erë të mirë, ama dhe frutët i ka të mira. Kategoria e dytë e muslimanëve që shumica ndoshta janë pisoj, thotë: "Wa mathalu al-mu'mini alladhi la yaqra'u al-Quran mathalu at-tamra la riha laha wa ta'muha hullu." Fa pejgamberi shembulli i muslimanit që nuk lexon Kur'an, pse s'lexon s'di, ose është dembel, ka iman, ka hajër për atina, ma Kur'an nuk lexon. Thot pejgamberi shembulli i këtij muslimani është sikur shembulli i hurmës. Thot nuk ka erë, ama ka shije. E merr hurmën, i merr erë si vjen era. Hurmët këtë e kanë erën e njëjtë, s'kan erë. Po kur ta hajsh, e ka shijen e mirë. Çështë është muslimani? Mu afru nga si vjen parfym. Shkon dhe pak, i ka pak parfym. Çështë ne do parfyme jetën e përditshme. Me qit parfymin, vetëm me qit, pa shkon pak këmishën si vjen era. Shkon dhe pak këmishën, ose qita pak në xham, dhe flladitet, fillon më prapë era. Çështë është shembulli i muslimanit që ka iman, fal namaz, ama nuk lexon Kur'an. Ose është shembulli i hurmës, e cila nuk ka erë, por ka shije. Pastaj kategoria e tretë: "Wa mathalu al-munafiqi alladhi yaqra'u al-Qur'an mathalu ar-rayhana rihuha tayyiba wa ta'muha murr." Tha pejgamberi sallam, shembulli i munafikut është sikur se shembulli i rejhanës. Është një pemë, thot rihuha tayyib, era i vjen e mirë, ama shijën e ka tith. Pra kjo është shembulli i munafikut. Do thot bime cila ka aromë të mirë, po shijën e ka të keqe. Kurse shembulli 4, shumë është interesant se munafiki me lexu Kur'an është çuditshme. Muslimani s'lexon Kur'an, a munafiki lexon, a ka raste Allah na ruaj. Edhe shembulli i fundit tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Mathalu al-munafiqi alladhi la yaqra'u al-Qur'an kamathali al-hanzala laysa laha rihun wa ta'muha murr." Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shembulli i munafikut që nuk lexon Kur'an është sikur se shembulli i një pemës e cila ka emrin hanzala. As nuk ka erë të mirë, erën e keqe ka shumë, po shijen e ka hala ma të keqe, Allah na ruaj. E lut Zotin e madh që ato çka kemi fol gjatë këtyre ligjratave, Allahu ta pranoj dhe inshallah ka qenë sinqert. Inshallah kom përfitu unë spaku si hoç, pastaj edhe ju si xhamat. E lut Zotin e madh që Allahu ndohet i kënaqur me punën tona, me veprat tona. E lut Allahun që kujt ja bën nasip Zoti me mri Ramazanin e ardhshëm, me mri me iman dhe besim. Ndërsa kush e ka rrezik me vdek, inshallah vdes faqebardh me iman dhe me besim. Deri Ramazanin e ardhshëm, shohmi të gjithë në kujdesin e Allahut azza wa jall, walhamdulillahi rabbil alamin.